Përshëndetje, ju njohim me shtypin për këtë të hëndat 29 shtator. Gazeta Telegraf hapet me lajmin kur ignorantët pushtojnë administratën, priten pasoja katastrofike në shoqëri. Opozita shqiptare po paguajmë çmimin e korrupsionit, SPAK të hetoj zhdukjen e 8.5 milion euro të regjistrit të gjendjes civile. Dosja e tenderave zyrtarët në garë për fondet publike nga janari në shtator, 648 tender fiktiv, 10 miliard lek me flamur të kuq. Raporti dash Shqipëria Republik Korrupsioni. Në gazetën Dita mund të lexoni ankandi për bashkinë nga ata që duhet të ofrojnë pagesat tek të infiltruarit e qeverisë. Denoncimi i ra në kokë për moderatoren Albana Bejko, mjeku përfundon në qelit e 302-shit. Më në brendësi mund të lexoni një shpresë e re për gurët në veshka nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni strehimi social, rreziku që i kanoset tregu të banesave, flet ekspertja. Korrupsioni qeveritar dhe fluksi i madh i parave të drogës pengojnë investimet. Dash godet klimën e biznesit. Duel i heshtur si u realizua filmi bazuar në një ngjarje të vërtetë, rrëfimi Reshat Arbanës. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni vllaznia shfryn vorën, Egnatia prish festën. Dinamo merr derbin kryeqytetin në krizë, bardhë e blut zgjohen vonë, Byllisi jep leksione futbolli Partizanit. Silvinjo braktis derbin, Pacasja kapet me Bordinin. Ndaja Dinamo doli nga kriza, Merkatoja nuk është e imja. Lulaj, objektivi ynë është titulli kampion.